Me që të ndëruar, ju përshëndes prapë, shpresoj që gjithë jeni duke kaluar mirë. Do të vazhdojmë sot me mësimin e radhës nga Ungjilli sipas Markut. Ne jemi tek Marku kapitulli 8 dhe vargjet që do t'i shiqojmë sot janë vargjet 11 deri 13. Pra Marku kapitulli 8 vargjet 11 deri 13, një pasazh ky i shkurtër, vetëm 3 vargje, por një pasazh shumë i rëndësishëm me disa mësime shumë praktike dhe shumë të rëndësishme. Le të lexojmë fillimisht këto vargje dhe pastaj do t'i shikojmë ato më thellësisht. Marku kapitulli 8, 11 deri 13, ja çka na thot. Dhe dolën farisenjët e filluan për të rragatur me të, duke kërkuar prej tij një shenjë nga qielli që ta sprovonin. Dhe si ofshau në frymën e tij tha: Pse ky brez kërkon një shenjë? Me të vërtetë po ju them se asnjë shenjë nuk do t'i jepë këtij brezi. Dhe si i la ata, duke hipur përsëri në varg, shkoi në anën tjetër. Lutem që Perëndia ta bekoj fjalën e tij dhe të na mësoj sot nga fjala e tij. Kjo që shohim këtu ndodh menjëherë mbasi Jezusi bën mrekullinë madhështore ku ai ushqen mbi rreth 4.000 persona në mënyrë të mrekullueshme duke krijuar bukë dhe peshq. Edhe menjëherë mbas kësaj, siç e dim, ata hypin në bark edhe shkojnë në një vend tjetër, edhe sapo të arrijnë aty, farisenjët vinë. Tash është e rëndësishme që të flasim pak për atë se kush janë farisenjët. Farisenjët ishin udhëheqës fetar në kohën e Jezusit në Izrael, zakonisht, që vazhdimisht tentonin ta zinin ngushtë Jezusin dhe donin ta heqnin qafë atë, sepse Jezusi vazhdimisht po zbulonte atyre hipokrizinë e tyre fetare dhe sipërfaqësore në të cilën ata ishin thellësisht të zhytur. Për shumicën e farisenëve, në fakt, feja apo religioni kishte të bënte thjesht me atë se si një person duket nga ana e jashtme, nuk kishte të bënte me zemrën e tyre, nuk kishte të bënte me një realitet që vërtet e transformon jetën e një personi, por thjesht kishte të bënte me atë se si njerëzit dukeshin jashtë. Ata bënin gjithçka fetarisht për ta kënaqur syrin e njerëzve, mirë po nuk brengoseshin për faktin se Perëndia i shikon zemrat e njerëzve dhe jo pamjen apo dukjen e jashtme. Edhe kjo është pse Jezusi tek Mateu 23 vargjet 25 deri 26, shiqoni çka i thot: Mirë ju skrib dhe farisenj hipokrit, sepse pastroni anën e jashtme të kupës dhe të pjatës, ndërsa për brenda janë plot me grabitje dhe teprime. Farisei i verbër, pastro më parë për brenda kupën dhe pjatën, që edhe për jashtë atë jetë e pastër. Mirë ju skrib dhe farisenj hipokrit, sepse ju ngjani varreve të zbardhura me gëlqire, që nga jashtë duken të bukura, por brenda janë plot eshtra të vdekurish dhe gjithë farë pa pastërtish. Kështu edhe ju nga jashtë u paraqiten në njerëzve si të drejtë, por për brenda janë plot hipokrizi dhe paullësi. Por Jezusi shumë qartë ju thotë këtyre personave se krejt çka ju bëni është që dukeni të pastër nga jashtë, dukeni të mirë, të drejtë para njerëzve, mirë po në brendësinë tuaj jeni të ndytur dhe nuk ka kurfar ndryshime në zemrat tuaja. Kjo është çka shumica e farisenëve besojnë, edhe këta janë farisejt që vinë tek Jezusi në këtë pasazh këtu tek Marku, edhe i kërkojnë atij një shenjë. Shikoni çka vargu 19 thotë: Dolën farisenj e filluan për të rragatur me të, duke kërkuar për tij një shenjë nga qielli që ta sprovonin. Pra, sapo Jezusi të arrijë në këtë vend me dishepujt e tij, sapo ai të del nga barka, ata farisenjt menjëherë arrin tek Jezusi edhe, siç na thot vargu, filluan për të rragatur me të, apo ta filluan për të diskutuar, për të argumentuar me të, duke kërkuar për tij një shenjë nga qielli që ta sprovonin. Tash këtu na ipen disa informacione shumë të rëndësishme që në fakt tregojnë arsyen se pse Jezusi nuk u dha këtyre asnjë shenjë, pse Jezusi nuk u plotësoi atyre kërkesën që ata ta shohin një shenjë nga qielli. Edhe këtu shohim se këta farisenë nuk kishin qëndrime të duhura në zemrën e tyre.
Nuk ishin, ata nuk e bënin këtë pyetje me sinqeritet. Nuk ishte se ata vërtet dëshironin që ta kuptonin se kush Jezusi ishte. Ata, si ishte në të vargu, donin të argumentonin me të dhe donin ta spravonin atë. Ky ishte qëllimi i tyre, një qëllim i ligë, një qëllim jo i sinqert, një qëllim jo i përindishëm. Qëllimi i tyre ishte që ta spravonin Jezusin dhe ta turpronin atë para njerëzve, jo që thjesht të kuptonin se kush vërtet Jezusi ishte. Edhe për këtë arsye Jezusi në vargu 12, dëgjoni çka thot, dhe si u fshau në frymët e tij, tha, pse ky brez kërkon një shenjë? Me të vërtetë po ju them se asnjë shenjë nuk do t'i jepë këtij brezi. Jezusi kur fillon të përgjigjet atyre, na thuhet që ai u fshau, e fillon përgjigjen e tij me një të fshaunë të thellë në zemrën e tij, në mbretësinë e tij. Pse? Kjo na tregon se Jezusi në hyjnin e tij vërtet e dinte se çka këta persona kishin në zemrën e tyre, se pse ata vërtet e bën këtë pyetje. Ai e dinte se ata nuk kishin as pak sinqeritet për ta ditur se kush Jezusi ishte. Ata thjesht donin që ta sprovonin atë, ta zenin atë ngushtë, të argumentonin me të. Edhe Jezusi ndjen edhe mshuri për këta persona në zemrat e tyre edhe fshon thellësisht në frymën e tij. Ata nuk ishin serioz. Dhe për këtë arsye ai vendos që të mos ju jap shenjë, sepse nuk po kërkonin me qëllime të mira. Edhe vargu 13 thot, dhe si i la ata, do thot basi që ju thot që nuk do t'ju jap asnjë shenjë, si i la ata duke hipur përsëri në varg, shkojnë në anën tjetër. Këto fjalë dhe si i la ata janë vërtet interesante. Një situatë vërtet e dhimbshme këtu. Jezusi i lën këta njerëz në qëndrimet e tyre të liga, në zemrat e tyre të rrësuara, të ngurtësuara dhe të pandryshuara, edhe i lë ata në këtë gjendje, sepse ata nuk kërkonin me qiltërsi, me qëllime duhura që ta njohin Jezusin. Kjo është vërtet, veç imagjinoni, janë njerëz që veç kujdesin se si duken jashtë, nuk kanë kurrë ndryshimin në brendësi, nuk e njohin në realitet Perëndin, edhe vinë tek Jezusi me qëndrime të liga, edhe Jezusi e kupton se çka ata kishin në zemër, edhe i lën ata, edhe largohet për tyre në këtë, dhe i lën në këtë errësirë. Tash si thash në fillim, ky është një pasazh i vogël këtu, por me një rëndësi shumë të madhe, edhe këtu ne mund të mësojmë diçka shumë të rëndësishme. Dua të theksoj 2 gjëra që mund të mësojmë këtu. Së pari, dëgjoni me vëmendje, ju lutem. Ka shumë njerëz në botë sot që janë njëjtë se këta farisejt, janë fetarë, janë të përfshirë në religione të ndryshme, janë të dedikuar, ndoshta edhe kanë zell për religionin e tyre. Por në realitet janë po aq të humbur sa këta farisejt këtu. Nuk ka asgjë reale, nuk ka asgjë në zemër. I tërë religioni i tyre është i jashtëm. Ata në fakt janë njerëz, siç Jezusi na thot tek Mateu 23, që pastrojnë anën e jashtme të kupës dhe të pjatën, ndërsa për brenda janë plot grabitje dhe ndyrësi. Njerëz që nga jashtë janë si varre të zbardhura mërgëlqere, që nga jashtë duken të bukura, por brenda janë plot eshtra të vdekurish dhe gjithë farë pa pastërtish. Ka shumë njerëz në këtë gjendje sot në botë. O ju lutem, me që dëgjoni, mos qëndroni në këtë gjendje. Mos qëndroni në këtë gjendje. Nëse religioni që ti ke, nëse religioni që ti ndjek, nuk ta ka ndryshuar zemrën tënde, thjesht i ka ndryshuar sjelljet e tua se ti sillesh jashtë për të kënaqur njerëzit. Nëse kjo është çka religioni yt ka bërë, është një religion i vdekur, është një religion i pafuqishëm, një religion që do të dërgojë në ferm. Pa marrë parasysh sa i përkushtuar je ndaj këtij religioni, pa marrë parasysh sa i dedikuar je, është plotësisht kotësi. Nëse religioni yt nuk të ka ndryshuar në brendësi, është e kotë. Është plotësisht e kotë. Kështu që ndaluni dhe mendoni mirë. Bënja vetes pyetje.
Religioni që unë praktikoj, a me ka ndryshuar mua nga brenda? A ka ndryshuar mënyrën se si unë flas, mënyrën se si unë i trajtoj njerëzit e tjerë, mënyrën se si unë reagoj ndaj tundimeve të ndryshme që janë nga kjo botë kur askush nuk është rreth meje, apo brengosem vetëm për ato se çka njerëzit shohin në mua. Nëse religioni yt vetëm brengosët për ato se si ti dukesh para njerëzve tjerë, ky religion është plotësisht i pavlerë. Dhe si këta farisenj do të përfundosh në ferr nëse ke një religion të tillë. Unë personalisht njoh shumë njerëz të tillë që agjerojnë Ramazanin, që falen 5 vakte, po krejt i bëjnë vetëm për të dukur para njerëzve. Vetëm për të dukur si fetar para njerëzve, mi po në jetën e tyre private nuk janë as pak ndryshe nga njerëz që mohojnë Perëndin, ekzistencën e Perëndisë. Ka dhe njerëz që pohojnë se janë të krishterë, shkojnë kish, por sa po të vjen e hëna, jetojnë si ateista, sepse janë të pandryshuar brenda. Bibla na thotë se nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë kaluar, ja të gjitha gjërat të bën të reja. Një krishter i vërtet, një besimtar i vërtet në Perëndin është i ndryshuar nga brenda. Ka një zemër të re. Ky është religioni i vërtet. Ju lutem mos qëndroni në një religjion, në një besim që është vetëm si përfaqësor, si ky i farisenjve këtu. Gjëja e dytë që dua të theksoj, ne mësojmë diçka shumë të rëndësishme këtu, lidhur me qëndrimin e zemrave tona. Siç e pam, këta farisenjët erdhën tek Jezusi jo me sinqeritet për ta kuptuar se kush Jezusi ishte, por erdhën me qëndrime të liga, duke munduar që ta zënë të ngushtë që ta sprovojnë atë. Le të mos bëhemi si këta. Di shumë njerëz, sidomos në mediat sociale sot, bëjnë pyetje për shembull për Jezusin, po është shumë e lehtë për ta kuptuar se qëndrimi i tyre është i njëjtë si farisenëve këtu. Jo që vërtet ta kuptojnë se kush Jezusi është, por i bëjnë këtë pyetje për ta përqeshur krishterimin, për ta përqeshur atë që Bibla thotë. Nuk e ka një qëndrim të duhur në zemër, janë njëjtë si këta farisenjtë këtu. Vetëm duan që gjejnë diçka gabim, jo që sinqerisht të kërkojnë nëse ajo që Bibla na thotë për Jezusin është e vërtetë. Kështu që ju inkurajoj, nëse doni që ta dini se kush Jezusi është, ejani tek Jezusi me qëndrime të duhura, me sinqeritet që ta kuptoni se kush ai është. Edhe unë ju garantoj, gjithë ne si krishterë të vërtet, ju garantojmë se nëse vjen tek Jezusi me këtë qëndrim, ju do të përjetoni një shenjë të madhe nga qielli. Ju do të përjetoni një mrekulli shumë të madhe. Dhe kjo është ringjallja nga vdekja shpirtërore, pajtimi me Perëndin, shpëtimi nga fuqia e mëkatit dhe në fund shpëtimi nga prezenca e mëkatit, shpëtimi nga dënimi i përjetshëm, dhe ti do të jesh në prezencën e përjetshme të lavdisë së Perëndisë. Kjo është mrekullia dhe shenja që ti do të përjetosh nëse vërtet e përul veten dhe kërkon Jezus, të lutem ma zbulo se kush vërtet ti je. Pa qëndrime të këqija si farisenjët këtu. Jezusi thot, kushdo që vjen të gonë dhe thret në emrin tim, ai e pret me duar hapur. Kështu që ju lutem miq të nderuar, mos të bëhemi si këta farisenjët këtu. Mos të bëjmë pyetje për Jezusin me qëllime të liga, sepse nëse Jezusi ju lë, mbani mend këtë, ashtu siç i la këta farisenjët këtu në errësirën tuaj, ju do të mbeteni në atë errësirë për gjithmonë, dhe do të përfundoni në ferr. Kështu që ju lutem, ejani tek Jezusi me qëndrime të duhura për ta njohur se kush vërtet ai është, edhe ju do të merrni një shenjë nga qielli. Lutem që Perëndia t'ua hap syt gjithëve që ta shohin këtë realitet, se kush Jezusi është
dhe të vinë para ti me pendim dhe me besim, dhe si rezultat do të marrin faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Ju falemnderit dhe Zoti ju bekoft.